osteoporoza. Ne kemi titulluar armiku i heshtur i kockave. Pse pra pikërisht është i tillë? Në fakt, osteoporoza përveç se një armiku, është një hajdut të kockash, nëse mund të quajmë në mënyrë metaforike. Pse, doktor, pse i quajmë kështu? I vjedh kockat. Avash, me shumë qetësi, ajo ul densitetin kockor. Pra, le të themi që është e sëmundje ku kockat humbasin masën e tyre dhe mund t'i krahasojmë ndoshta ngjajnë diku si puna e sfingjerit me ato hapësirat bosh. Këtë punë bën osteoporoza, por në ndryshim nga sëmundjet e tjera, për disa vite ri pa u dukur. Pra nuk jep është armiku i heshtur, nuk jep asnjë simptom, asnjë shenjë. Jo, qëndron e heshtur, gjërat pakte që vjen re vetëm nga syri i mjekut. Dhe në çfarë moshe fillon pra që të na i vjell kockat osteoporoza? Ne i klasifikojmë në dy lloje, le të themi. Kemi një osteoporozë e cila mund vi mbas menopauzës, postmenopauzale, dhe një osteoporozë senile, ose osteoporozë e pleqërisë që është mbas 70 vjeç, dhe kjo është forma primare e osteoporozës. Ndërkaq ka edhe një osteoporozë sekondare, e cila vjen për arsye tjera, siç mund të jenë barna të ndryshëm, ndërhyrje kirurgjikale, sëmundje të tjera, që nga sëmundjet endokrinologjike, e shumë të tjera, sëmundje onkologjike, ato reumatizmale, të cilat mund të shkaktojnë osteoporozë po ashtu. Është një sëmundje vetëm me grave, apo dhe burrat mund të vuajnë nga osteoporoza? Më e shpesht të gratë, shumë më e shpesht në krahasim me burrat, por evidentohet edhe të burrat, kryesisht në mosha më të mëdha dhe zakonisht në ato të cilët kanë dhe patologji shoqëruese, si për shembull ato që kanë për shembull një sëmundje pulmonare obstruktive kronike, SPOK-un e famshëm, janë burrat të cilët zhvillojnë osteoporozë si pasojë e çrregullimeve në mekanizmat e formimit dhe shkatrimit të kockës. Me që po përmendim pak dhe faktorët e riskut tu, cilat janë kryesorët? Do të thoja gjinia, grua, femër, mbi 50-55 vjeç, ato të cilët kanë nivele të ulta të vitaminës D dhe të kalciumit në gjak, ato të cilët kanë një histori familjare për osteoporozë, pra predispozita për ta pasur një farë forme luan një rol, dhe sëmundje tjera, njerëz që cilët kanë probleme të gonadeve, pra hormonale, ato që kanë probleme të tiroides dhe paratiroides, të cilët janë sëmundje që alterojnë funksionin, metabolizmin kockor. Njerëz cilët kanë patologji onkologjike, si patologji të gjakut, ashtu dhe patologji tjera onkologjike, njerëz të cilët qëndrojnë për shumë kohë me ushqyerje parenterale, i themi neve, pra ushqehen për arsye mjekësore nëpërmjet rrugëve venoze, po edhe ato që bëjnë ndërhyrje për arsye estetike që heqin pjesë të stomakut, edhe ato janë kandidat për të zhvilluar osteoporozë për shkak të mospërthithjes së elementeve, të cilët janë nevojshëm për ndërtimin e strukturës kockore. Po, dieta ka të bëjë? Po, ka një farë lloj ndikimi, sepse elementët në kushte normale, ndërtimi i kockës realizohet nga ekuilibri ndërmjet qelizave ndërtuese, osteoblastit, dhe atyre shkatruese, osteoklastit. Që të ndërtohet kocka, duhet që të jetë lënda e parë, kështu që duhet të ketë kalcium në qarkullim, duhet të ketë nivelet vitaminës D të duhura, duhet të ketë në çik magnez dhe elementë të tjerë të cilët këto qelizat i marrin dhe të ndërtojnë si metulla, si ndërtohet muri, ndërtohet kocka. Doktor, me që na qenë ka pra një hajdut tinzar që hajduta më saktë, se me që osteoporoza është femërorja. Kjo hajdute, si mund të zbulohet shpejt? A ka një mënyrë që ne mos ta lejojmë që të avancojë pa e kuptuar? Duke u nisur nga faktorët e riskut, pra duke u nisur nga këto që tham, mosha dhe sëmundje shoqëruese janë një indikator për të zbuluar osteoporozën. Tjetër është humbja e lartësisë trupore, është një element i rëndësishëm i osteoporozës. Zakonisht pacientët që paraqiten në ambulatoret tona këtë të thonë që jam shkurtuar, ose siç thonë këto, kam hyrë në ujë.
pra praktikisht humbasin lartësinë trupore dhe pastaj shpeshherë fillojnë shfaqen dhe dhimbje, cilat jo gjithmonë janë të forta në pjesën e kurizit. Dhimbjet në pjesën e kurizit nuk duhen neglizhuar në një pacient, sidomos në një grua mbi 55 vjeç. Në rastin se dhimbjet janë forta, pastaj tregon që osteoporoza ka avancuar dhe fatkeqësisht ndodhin ato që janë frakturat nga humbja e madhe e densitetit kockor. Dhimbjet kur bëhen të forta janë vetëm në pjesën e shtyllës kurrizore apo përhapen edhe në zonat tjera të trupit? Zakonisht shtylla kurrizore është ajo që është më primarja, duke qenë se mban dhe peshë më të madhe, por mund ndodhi që është në parakrah, mund të ndodhin në pjesën e këmbës, madje shpeshherë pacientët që vinë te ne janë pacientë që referohen dhe nga ortopedia, të cilët janë rrëzuar dhe për një rrëzim shumë banal, le të themi, pra të parëndësishëm, ka thyer dorën. Çka tregon që kocka nuk ka qenë e fortë mjaftueshëm për të rezistuar këtij rrëzimi. Pra ka pasur një osteoporozë e cila ka bërë rrugën e vet.